Por kushdo që e sheh realitetin me sy të ktjellët, shkruan Shade, do të shohë se Izraeli nuk arriti ta mposht Hamasin, se pengjet u liruan vetëm përmes një marrëveshjeje të imponuar mbi Netanyahun, dhe se bota tani ka parë fytyrën e vërtetë të shoqërisë izraelite, dhe izolimi ndërkombëtar i vendit nuk do të marrë fund me anëpushimin. Megjithatë, vetë kaosi nuk është aksidental. Ai është thelbi. Ai përmbledh thelbin e epokës së Trumpit, një manjat pasurisht patunshme që rekruton dhëndrin dhe një mik për të ndërmjetësuar një anëpushim në një nga konfliktet më të ndërlikuara të botës, duke trajtuar çështjen palestineze si një projekt ndërtimi. Si çdo marrëveshje e pronash, procesi zhvillohet në faza, me çështjen thelbësore të shtyrë për në fund. Deklaratat publike që dëgjojmë nga gjitha palët nuk janë përfundime. Ato janë pozicione pazari në një negociat të vazhdueshme. Dhe si në çdo negociat, sa më shumë kalon koha, aq më shumë mësojmë kush është vërtet në tavolinë dhe kush jo. Samiti i fundit në Sharm el Sheikh e zbuloi këtë. Trump vizitoi Izraelin, pastaj Egjiptin, por as Izraeli e as Hamasi nuk u ftuan, ndosë udhëheci i autoritetit palestines Mahmoud Abbas mori pjesë në samit.